Blagoj Spasojević prezent, avokati Ljubomir po ashtu prezent, Vladimir Tollić prezent, avokati Miloš Delević prezent, Dušan Maksimović prezent, po ashtu edhe avokatja Ivana prezent. Na në po humbe ma shumë kohë, po marrë ma vendim. Seanca sot me është e hapur për publikun, po vazhdojmë sipas rrjedhës së planifikuar sot me fjalën përfundimtare të mbrojtjes së të akuzuarve. Avokati Ljubomir, nëse s'gaboj, radha është e juja. Spari urna një fjala për ju, lutem. Hvala. Prvo bih samo obavestio veće da sam završnu reč u pismenoj formi na srpskom jeziku predao pisare. E kam dorëzuar në shkrimore, por tani do ta dorëzoj fjalën përfundimtare edhe në gjuhën shqipe, e cila është e përkthyer nga ana e përkthyesve të gjykatës. Vetëm një sqarim. Nuk ju kam dorëzuar kolegëve mbrojtësve, për arsye se asë nga ata unë nuk e kam pranuar fjalën përfundimtare të tyre. Të nderuar gjyqtar, i nderuari prokuror, të nderuar mbrojtës, kemi arritur deri në fund të këtij shqyrtimi kryesor për ngjarjen e cila ka tronditur fuqishëm opinionin publik vendor. Ka pasur ngjarje të ndryshme në historinë e pas luftës në këtë rajon nga viti 1999 deri më sot, por pa dyshim ngjarja në Banjsk me datën 24 shtator 2023 ka tërhequr vëmendjen më të madhe të mundshme të opinionit publik të Kosovës dhe të shoqërisë. Edhe jashtë kësaj salle gjyqësore është diskutuar për çështje të ndryshme të këtij rasti. Shumë kush gjatë këtyre 2 viteve gjysmë të kaluar është marrë me Banjskën, mediat, publiku profesional, publiku i gjerë, pushteti ekzekutiv e tjerë, janë dhënë vlerësime të sakta dhe të drejta, por ka pasur edhe shumë spekulime, gjysmë të vërteta dhe të pavërteta. Janë dëgjuar mendime të ndryshme, por në një pikë, pothuajse të gjithë kanë qenë të njëzëshëm dhe në pajtim. Para vendimit të gjykatës, shumica i ka shpallur të pandehurit fajtor dhe i ka dënuar. Dhe kjo është ajo që nga fillimi e ka ngarkuar vazhdimisht këtë shqyrtim kryesor dhe vazhdon të ngarkoj. Çfarë kemi mundur të dëgjojmë në këtë sallë gjyqësore lidhur me këtë çështje? Jepuni të pandehurve të gjitha të drejtat që u takojnë sipas ligjit, por dënojeni me burgim të përjetshëm. Këtë e ka deklaruar njëri nga kolegët, përfaqësuesi i autorizuarit të dëmtuarve në këtë sallë gjyqësore që në fillim të gjykimit. Pra, edhe pse nuk është administruar asnjë provë në këtë shqyrtim, është folur për aktgjykimin për dënimin i cili në mënyrë përfundimtare duhet të jetë vetëm ekskluzivisht dënimi më i rënd i mundshëm sipas ligjit dhe asnjë tjetër. Si është e mundur të bëhet thirrje gjykatës për respektimin e të gjitha të drejtave ligjore të pandehurve, ndërkohë që në të njëjtën kohë të flitet për aktgjykimin dhe për dënimin më të rënd të mundshëm. Ndërkaq, prezumimi pafajësisë është e drejtë e parë themelore të pandehurit. Këtë të gjithë e dim. Asnjë i pandehur nuk mund të guxon të konsiderohet fajtor derisa të jetë vërtetuar me vendim gjyqësor të formës së prerë faji i tij. Kjo është sankcionuar në të gjitha dokumentet relevante ndërkombëtare që zbatohen në Kosovë, është e shkruar në Kushtetutën e Kosovës dhe në fund është e parapar edhe në kodin e procedurës penale të aplikueshëm që ne zbatojmë këtu. Edhe disa kolegë të tjerë gjatë këtij shqyrtim kanë paraqitur qëndime të njëjta
të drejtat e pandehurve por dënimi duhet të dihet paraprakisht dhe të jetë dënimi më i rënd i mundshëm pavarësisht rregullit të prezumimit të pafajësisë. Kemi dëgjuar edhe fjalët përfundimtare të prokurorisë speciale dhe të përfaqësuesve të autorizuarit të dëmtuarve. Asgjë thelbësore nuk ka ndryshuar. Të mërkurën e kaluar njëri nga kolegët e përfaqësuesve i autorizuar në 6 minuta që zgjati fjala e tij përfundimtare 5 herë përmendi dënimin me burgim të përjetshëm. Andaj vetëm dua të them shkurt, sipas nenit 352 të kodit të procedurës penale, nuk lejohen që në fjalën përfundimtare të dëmtuarve t'i propozohet gjykatës dënime. Kjo e drejti takon vetëm për klientët e tyre, edhe për pyetjeve të ngjashme, por jo që të jenë që konstant gjykatës i propozojnë këtë dënim. Pasi që jemi na një shoqëri demokratike dhe nëse jemi për sundimin e ligjit, gjë që jemi, atëherë është dashur të tregojmë së paku një minimum respekti ndaj të drejtës elementare të të dënuarve, të pandehurve, që mos t'i shpallim fajtor dhe mos t'i dënojmë para se gjykata të merr vendimin përfundimtar dhe të nxjerrë aktgjykim të formës së prerë. Natyrisht, këtë sapo e theksova, nuk vlen për trupin gjykues. Duhet me njëherë i nderuar kryetari i trupit gjykues dhe ju antar dhe të nxjerrni vlerësim që ky shqyrtim kryesor që nga fillimi është zhvilluar në mënyrë shumë korekte dhe me respekt të plot të drejtave procedurale të të mbrojturit tim, Blagoje Spasojević, si dhe të drejtave të mia si mbrojtës së tij dhe sa i përket kësaj çështje, ky vlerësim do të mbetet me siguri i pandryshuar, pavarësisht se cili do të jetë vendimi i ardhshëm i gjykatës. Por tema qendrore kësaj fjale përfundimtare është akt akuza, dhe për këtë do të flas në vijim. Çfarë mund të themi për këtë akt akuz, të cilën, siç dëgjuam, e kanë lavdëruar shumë si prokuroria ashtu dhe përfaqësuesit e autorizuar në fjalët e tyre përfundimtare. Kjo akt akuz është ngritur pas një viti hetimesh dhe përmban 156 faqe tekst dhe një numër fotografish, grafikësh, skicash, si dhe shoqërohet me 10 orë incizime, të cilat do të thosha kryesisht janë të padobishme për këtë ngjarje, dhe në shikim të parë nga jashtë, kjo akt akuz krijon përshtypjen se është e mirë, se me të është gjithçka në rregull. Por të nderuar gjyqtar, kjo nuk është kështu. Unë, që në fillim, do të paraqes vetëm 2 shembuj të thjesht, nga të cilat mund të shihet që kjo akt akuz nuk ka sistem, nuk ka koncept, që nga ana formale është e përpiluar gabimisht, po për gabimet materiale do të flas më vonë. Do me thonë shembulli i parë, në plot 20 faqet e arsyetimit, që nga faqja 34 deri në faqen 54 të akt akuzës, në mënyrë të krejtësisht të panevojshme jepet përshkrimi kronologjik i aktiviteteve të prokurorisë speciale gjatë hetimit. Kur janë dhënë urdhrat për ekspertizat të caktuara, kur janë lëshuar kërkesat për ndalimin të përkohshëm të disponimit, kur është
nxjerr vendimi për fillimin e hetimeve, kur prokurori e ka autorizuar policin për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara hetimore, cilat janë veprimet hetimore dhe të ngjashme. Këto nuk kanë vend në arsyetimin e akt akuzës, por duhet të paraqiten arsyet për ngritjen e akt akuzës që janë rezultati i hetimit dhe të paraqiten prova që vërtetojnë faktet kryesore gjëgjësisht vendimtare të këtij rasti. Shembulli i dytë, vetë arsyetimi i akt akuzës pa dispozitim përmban në arsyetimin i ka 121 faqe tekst, ndërsa emri Blagoje Spasojević përmendur vetëm 3 herë përmendet emri i tij, dhe ato në faqen 87 të arsyetimit, ku është përshkruar momenti i arrestimit të tij, gjë që në thelb është plotësisht e parëndësishëm për përgjegjësinë e tij penale. Aty shkruan është gjetur rreth orës 14:55, i kthyer anash, jo larg rrugës. I janë vendosur prangat në duar, po është normale që kur arrestohet i vëhen prangat. Sikur mënyra e arrestimit të ishte rëndësishme për ekzistimin e veprës penale dhe përgjegjësisë penale. Dytën herë është i përmendur në faqen 90 të arsyetimit, ku flitet për gjurmët e grimcave të barutit, dhe herën e tjetër është përmendur në faqen 91, ku ndodhen 2 fotografi të cilat i shohim pak më vonë. Andaj, i mbrojturi im akuzohet për veprat më të rënda të mundshme. Ai është i akuzuar i dytë sipas kësaj akt akuzës, më njëherë pas emrit të Milan Radojčićit. Këtu të theksoj se është vërtet e paqartë mbi bazën e të cilave kritere prokuroria e ka përcaktuar këtë renditje të pandehurve. Ndërsa i dyti është vërtet i dyti është akt akuza është i ka 121 faqe dhe vetëm 3 herë është i përmendur dhe në mënyrë sipërfaqësore dhe kalimthi, shumë më tepër se ai përmenden të pandehurit e tjerë të cilët nuk janë këtu. Dhe më shumë janë përmendur disa dëshmitar në këtë akt akuzë. Në dispozitivin e 2 pikave të akt akuzës është shënuar vetëm emri i tij dhe atë vetëm në pjesën ku renditen emret e të gjithë të pandehurve. Por këtë do të flas më vonë. E tani do të flas për mangësitë esenciale materiale të kësaj akt akuze. Si që kujtohet të nderuar gjyqtar, unë, si dhe kolegët e tjerë mbrojtës, në fazat e mëhershme të kësaj procedure, kemi pasur vërejtje serioze ndaj kësaj akt akuze. Këto vërejtje i përmenda më parë janë rrethanore dhe nuk janë aq të rëndësishme. Ekzistojnë gabime serioze, të thella dhe sistematike, si dhe parakullsi dhe mangësi në këtë akt akuzë, të cilat kanë të bëjnë me thelbin e saj, me esencin e saj, dhe kjo vlen për dispozitivin e kësaj akt akuze, aty arsyetimi nuk paraqet ndonjë problem të veçantë. Do të përsëris diçka që e kam thënë në fjalën hyrëse në këtë sallë, të nderuar gjyqtar, se nëse procedura e kontrollit të kësaj akt akuze do të ishte zhvilluar në përputhje me ligjit, kjo akt akuzë kur nuk do të kishte ardhur deri në shqyrtimin kryesor në këtë formë dhe në këtë përmbajtje. Këtë e përsëris edhe tani,
Të nderuar gjyqtar, sepse fuqimisht besoj se kam të drejtë. Dhe besoj se edhe ju e dini se po e them të vërtetën. Fatkeqësisht, procedura e kontrollit e kësaj aktakuze nuk është e zhvilluar në përputhje me kodin e procedurës penale dhe për këtë arsye, edhe tani në fund të procedurës së shkallës së parë, kemi para vetës një aktakuzë me mangësi, paqartësi, të pasakt, me një fjalë, një aktakuzë të dobët. Do të them me një herë pse pohoj këtë, të nderuar gjyqtar. Le të shohim dispozitivin e pikës 1 të kësaj aktakuze, për të cilën akuzohet i mbrojturi im Blagoje Spasojević dhe 2 të tjerë. Të gjithë e dim se çfarë përmban se shumë shkurt, do ta them, është në faqen 8 të aktakuzës, aty janë renditur emrat e 43 pandehurve dhe më pas është dhënë një përshkrim krejtësisht i mangët dhe i varfër i ngjarjes, se kanë hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës, fillimisht kanë bllokuar me 2 kamion pranë urës së fshatit, dhe kur policët kanë ardhur për ta liruar rrugën, janë sulmuar me eksploziv dhe armë, me qëras 1 policë është vrarë dhe 3 të plagosur, ndërsa qëllimi i tyre ka qenë destabilizimi dhe shkatërimi i Kosovës. Çfarë mund të thuhet për një dispozitiv të tillë të aktakuzës? Ndoshta për këtë që e kam thënë tani, për publikun e gjerë laik mund të tigëllon korrekt dhe i pranueshëm, sepse ngjarja është zhvilluar në këtë mënyrë. Por, megjithatë, të nderuar gjyqtar, duke parë nga aspektin penalo-juridik për një dispozitiv të tillë nuk mund të thuhet asgjë pozitive. Pse? Së pari, prokuroria dukshëm ka vlerësuar se këta 43 të pandehur e kanë kryer sulmin si bashkëkryers, pasi këtë e tregon përshkrimi faktik i dhënë së bashku. Si grup kanë hyrë në Kosovë dhe kanë bllokuar rrugën dhe kështu me radhë. Megjithatë, këtu menjëherë hasim në një problem të madh të kësaj pike të aktakuzës dhe në aktakuzën në tërësi. Në kualifikimin juridik të veprës penale, nuk figuron neni 31 i kodit penal të Republikës së Kosovës, i cili rregullon institutin e bashkëkryerjes. Nëse, zotri prokuror, ju pohoni se të gjithë të pandehurit, si grup, kanë hyrë ilegalisht në Kosovë dhe kanë vepruar në këtë mënyrë si grup, ashtu si që keni shkruar edhe në aktakuzë. Atëherë në kualifikimin juridik të aktakuzës keni qenë të detyruar të përfshini nenin 31 të kodit penal të Kosovës. Por në këtë aktakuzë nuk e kemi. Nuk e kemi as në dispozitivin që keni qenë të detyruar të përdorni termin bashkëkryerje. Në këtë aktakuzë nuk e kemi. Nuk e kemi edhe as në kualifikimin juridik, bashkëkryerjen, gjë që është jashtëzakonisht e gabuar. Kur dy a më tepër persona kryen së bashku veprën penale, duke marrë pjesë në veprime, kjo përshkruhet në nenin 31 të KPRK-s. Këtu kemi pikërisht një rast të tillë, por në aktakuzë lidhur me këtë gjë nuk ka asgjë. Unë dua të them nuk di ta them si ka ndodhur deri te ky lëshim, por në pikën 1 është gabim dhe është e papranueshme, por mund të them a është një gabim teknik,
por mund të them se kjo nuk është ashtu, ky është një gabim dhe lëshim thelbësor si në aspektin e përshkrimit faktik, ashtu dhe në aspektin e kualifikimit juridik. Na mbrojtja gjatë procedurës kontrollit të aktakuzës si para kryetarit të mëparshëm trupit gjykus, ashtu dhe para gjykatës së apelit, e kemi vënë në dukje këtë problem, por askush nuk i ka kushtuar vëmendje. Dhe me qenë se jemi te kjo temë, them se gjithashtu se ky është një problem kronik i sistemit tonë të drejtësisë në Kosovë, gjë që kontrolli i aktakuzës në procedurën para shqyrtimit kryesor kryhet në mënyrë sipërfaqësore dhe pro forme, vetëm për të përmbushur procedurën ligjore. Por kemi disa shembuj pozitiv edhe diçka duhet të thuhet për këtë temë. Kur prokuroria pretendon se disa persona e kanë kryer së bashku veprën penale, atëherë një veprim i tillë i përbashkët duhet të jetë i shpjeguar. E di që këtë e dini më mirë se na të nderuar gjyqtar, por duhet të theksoj, sipas teorisë së pranuar gjërësisht të së drejtës penale, si dhe sipas praktikës gjyqësore, akti akuzues, ashtu edhe akt gjykimi, duhet të përcaktojnë elementet e veprimit të përbashkët të grupit, dhe ato janë marrëveshje paraprake të anëtarëve të grupit, qëllimi përbashkët të anëtarëve të grupit, ndarja e roleve të anëtarëve të grupit në këto janë njëkohësisht edhe elementet thelbësore të bashkëkryerjes. Por as për këtë nuk ka asgjë në këtë akt akuz, përveç se në një pjesë thuhet që të gjithë të pandehurit kanë pasur role të ndryshme sipas akt akuze, por se kush prej tyre ka pasur çfarë roli, për këtë nuk kemi as edhe një fjalë në këtë akt akuz. Çfarë po ndodh me pikën 2 të akt akuzës? Është situatë e njëjtë, në përshkrimin faktik nuk përmendet fare termi bashkëkryerje, megjithse në mënyrë të vazhdueshme flitet për një veprim në grup, ndërsa kualifikimi juridik as këtu nuk figuron neni 31 KPRK-s. As edhe në pikë të akt akuzës nuk ka as edhe një fjalë për marrëveshje paraprake, për qëllimin e përbashkët dhe për ndarjen e roleve të pjesëtarëve të grupit. Pra, në të dyja pikat e akt akuzës ekziston një kolizion i plot, një konflikt i plot midis përshkrimit faktik dhe kualifikimit juridik të veprës penale. Ndërsa, përshkrimi faktik në mënyrë 100% orienton çështjen drejt bashkëkryerjes dhe veprimit të përbashkët të personave në kryerjen e veprës. Pasqyrohet në kualifikimin juridik sepse nuk është shënuar neni 31. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë me një gabim teknik. Ky është një lëshim dhe mangësi e rënd, shumë e rëndësishme dhe thelbësore e kësaj akt akuse. Unë po flas gjithmonë në versionin serbisht të akt akuzës, por gjyqtar, këto nuk janë të vetmet gabime dhe mangësi të kësaj akt akuze, ka dhe të tjera, dhe të gjitha së bashku e bëjnë atë të papranueshme për këtë gjykat. Dhe unë vërtet besoj se do të keni vështërsi me një akt akuz të tillë kur të merrni vendimin. Për çfarë bëhet fjalë? Më duhet sërish të kthehem pikës 1 të akt akuzës dhe të parafrazoj një pjesë të saj, pas renditjes së emrat të 43 të pandehuve, ku thuhet se ata kanë pasur role të ndryshme, kanë hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës, kanë ardhur në Banjska, kanë bllokuar rrugën dhe kështu me radhë.
mos ta përsëritur atë, në këtë përshkrim faktik, prokuroria ka përdorur këto terma gjusor. Do t'i citoj. Kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë blokuar rrugën pranë urës së fshatit, janë fshehur, kanë zënë pozicione, kanë sulmuar policin me eksploziv dhe armatim të rënd, janë larguar përmes rrugëve malore në Republikën e Serbisë dhe fundi citimit. Të gjitha këto janë paka shumë të sakta, por çfarë duhet të vërejmë në një përshkrim të tillë faktik të pikës 1? Ajo që vihet re me njëherë, i gjithë përshkrimi faktik është dhënë në shumës. Kanë hyrë, kanë blokuar, janë fshehur dhe kështu me radhë. Dhe kanë ikur në fund. Dhe kjo i referohet të gjithë 43 të pandehurve, të cilat janë të përfshirë në këtë akt akuzë për sulm. Nuk ka përshkrim konkret të veprimit të asnjërit prej të pandehurve veç e veç. Nga ky përshkrim faktik të nderuar gjyqtar, nuk është fare mundur të përcaktohet se çfarë ka bërë konkretisht i mbrojturi im Blagoje Spasojević me datën 24 shtator 2023 në Banjska. Ashtu si që dim, të nderuar gjyqtar, këtu nuk gjykohet grupi për 43 personash. Procedura është të vequar për kohësh që në seancën e parë të shqyrtimit dhe tani po gjykohet vetëm këtyre treshës që gjendën këtu, ndërsa akt akuza ka mbetur e njëjtë. Të nderuar gjyqtar, pohoj se në të dyja pikat e kësaj akt akuze, prokuroria ka qenë e detyruar të përcaktoj sakt dhe në mënyrë konkrete se çfarë ka bërë i mbrojturim i pandehuri Blagoje Spasojević. Në këtë akt akuz nuk e kemi një gjë të tillë. Në një situatë të tillë, me një përshkrim faktik kaq të gjerë dhe të përgjithshëm, ku gjithçka është e shkruar në shumës, pa asgjë konkrete lidhur me të mbrojturin tim, ne nuk mund të përcaktojmë as të vërtetojmë. Këtë nuk mund të përcaktoj as një trup gjykues, sepse kjo nuk ekziston në akt akuzë. Si që dim, gjykata nuk është e autorizuar të ndryshoj, të saktësoj, të plotësoj, të zgjeroj, apo ta konkretizoj akt akuzën. Këtë mund të bëj vetëm prokuroria. Prokuroria disponon me akt akuzë. Prokuroria nuk e ka bërë këtë, akt akuza ka mbetur e njëjtë, ashtu si që ka qenë, me datën 11 shtator 2024, kur është ngritur. Nga ana tjetër, është thënë diçka për veprime konkrete të Spasojevićit nga ndonjë prej dëshmitarëve gjatë shqyrtimit gjyqësor. Jo. Askush nuk e ka përmendur, përveç se 2 prej tyre kanë deklaruar se për të kanë të dëgjuar për herë të parë prej mediave pas arrestimit të tij në Banjska. Në pikën 1, në rreshtin e 11 të dispozitivit, prokuroria pretendon, citoj, të pandehurit kanë pasur role të ndryshme. Fundi i citimit. Nëse është kështu, cili ka qenë roli i mbrojturit tim, i nderuari prokuror? Cili ka qenë roli ti? Ju keni qenë të detyruar të shkruani këtë, me që pretendoni se të gjithë kanë pasur role të ndryshme. Kjo nuk është shkruar në akt akuzë, nuk është thënë në fjalën përfundimtare, nuk gjendet askun e as shkruar çfarë ka bërë konkretisht
i pandehuri Spasojević. Këtë nuk i kemi dëgjuar jo vetëm nga prokuroria, po as nga ndonjë dëshmitar, dhe janë dëgjuar mjaft dëshmitar, si anonim, si gjatë hetimit, ashtu dhe gjatë shqyrtimit kryesor. E gjithë kjo që e thash vlen edhe për pikën 2 të aktakuzës. Pra, shohim se përshkrimi faktik në të dyja pikat e aktakuzës është të dhënë në shumës dhe pa një konkretizim, ndonjë veprim të mbrojturit tim, si dhe dy të pandehurve të tjerë. Cila është praktika gjyqësore në Kosovë? Çfarë thonë gjykatat tona të Kosovës, kur kemi një situatë të tillë, kur veprimet e të pandehurit nuk janë të precizuara dhe të përshkruara në mënyrë konkrete. Në gjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, PML 597 thyje për 25 të datës 10 nëntor 2025, kjo gjykat ka miratuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtjes së një të pandehurit dhe ka shfuqizuar të dyja gjykime dënuese të shkallëve më të ulta për arsyet si në vijim. Më duhet të citoj, arsyeja e parë. Nuk janë përshkruar veprimet konkrete të pandehurit në lidhje me kryerjen e veprës penale. Dhe fundi i citimit. Kjo qëndron në faqen 5 të atij gjykimi. Arsyeja e dytë. Citoj, gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsyetim në lidhje me veprimet konkrete të inkriminuara dhe mungon arsyetimi qartë për veprime konkrete të pandehurit. Fundi citimit. Kjo shkrua në faqen e 6 të atij gjykimi të Gjykatës Supreme. Dhe arsyeja e tretë, çdo veprim konkret në kuadër të veprimeve të inkriminuara të pandehurit duhet të jetë i arsyetuar. Dhe fundi citimit. Kjo ndodhet në faqen e 7 të këtij gjykimi të Gjykatës Supreme. Më tutje, në gjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë me numër 1 thyje për 25 të datës 23 të parit 2025, lidhur me këtë pyetje, janë paraqitur këto qëndrime juridike. Qëndrimi i parë. Gjykata e shkallës së parë ka lëshuar të shpjegojë në mënyrë të saktë rolin dhe kontributin konkret të pandehurit në kryerjen e veprave penale. Qëndrimi i dytë. Përshkrimi i përgjithshëm i veprimeve të veprës penale nuk mund të justifikojë përgjegjësinë penale të pandehurit pa përshkrimin e veprimeve të tij individuale. Dhe qëndrimi i tretë, përshkrimi i veprës penale në vija të përgjithshme nuk mund të justifikojë në mënyrë të mjaftueshme dhe konkrete rolin dhe kontributin e të pandehurit në bashkëkryerjen e veprës penale. Më tutje, në gjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, APS me numër 27 thyje për 24 të datës 30/9/2024, lidhur me të njëjtën çështje, janë marrë këto qëndrime juridike. Qëndrimi i parë. Përshkrimi i përgjithshëm i veprimeve inkriminuese të pandehurit është i gabuar, sepse përbën një konstruksion të përgjithësuar pa të dhëna konkrete për veprimet e kryera nga i pandehuri. Dhe qëndrimi i dytë, trupi gjykues konstaton se përdoret shumës kur flitet për kryesit dhe viktimat e veprës penale, gjë që lë paqartësi në lidhje me përgjegjësinë juridike. Dhe praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit është e njëjtë
por nuk do të paraqes shembuj, pasi që konsideroj se mjafton praktika e gjykatave tona vendore. Andaj, i nderuari trupi gjykues, siç mund të shohim, për këtë çështje tashmë ekziston një praktikë e formuar dhe konstituar gjyqësore në Kosovë, dhe është krejtësisht e qartë se Gjykata Supreme e Kosovës dhe Gjykata e Apelit kërkon shprehimisht gjë që është plotësisht e natyrshme, logjike dhe në përputhje me ligjin, që në aktgjykimin ose në akt akuz është njësoj të përshkruhen veprimet konkrete të pandehurve, të cilat përbëjnë veprën penale për të cilën gjykohet. A kemi këtë në këto 2 pika të akt akuzës? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e qartë, nuk e kemi. Për këtë edhe kam folur. Unë kam cituar më parë disa pjesë të akt akuzës, vetëm krejt përshkrimi faktik është në shumës, pa konkretizim të qartë, pa veprimeve të pandehurve, dhe krejt është në shumës kanë sulmuar, gjuajtur dhe kështu. Ky është një përshkrim krejtësisht i përgjithshëm, pas një detaj konkret, pas një detaj. Vetëm t'ju rikujtoj në të 2 pikat e akt akuzës, nuk e kemi emrin e mbrojturit tim, emri i mbrojturit tim nuk figuron përveç se kur renditën të gjithë të pandehurit. Unë edhe një herë pohoj se prokurori special e ishtë dashur në këtë akt akuz që të shkruaj dhe të thot, dhe rrjedhimisht edhe të provoj se çfarë ka bërë konkretisht, personalisht ky individ me ditën kritike në Banjska. Dhe është e qartë se prokuroria speciale fshihet pas të gjithë grupit nga 43 persona dhe dëshiron që përmes grupës të gjykohet individualisht, kurse ne edhe sot nuk e dim se çfarë ka bërë konkretisht ai person individ pa një konkretizim të veprimeve të tij dhe pa përshkrim të saktë të veprimeve të tij. Është e vështirë. Mandje e pamundur të flitet për përgjegjësi penale konkrete dhe individuale. Andaj, të nderuar gjyqtar, siç mund të shohim se prokuroria speciale në këtë akt akuz po përpiqet që përmes kontestit të përgjithshëm dhe të përshkrimit të përgjithshëm të ngjarjes në Banjsk të provojë përgjegjësinë penale individuale. Ky është një parim i gabuar të provuarit të përgjegjësisë penale. Në këtë mënyrë hym në territorin e përgjegjësisë penale kolektive, ndërkohë që këtu po gjykohet persona konkret. Të pandehurit në këtë çështje edhe ne nuk mund të flasim për përgjegjësi penale kolektive, sepse nuk kemi të drejtë për një gjë të tillë. Përgjegjësia penale është para së gjithash individuale, e jo për atë që kanë bërë disa të tjerë. Të nderuar gjyqtar, kjo që dua të them tani është shumë e rëndësishme, për shkak të përshkrimit faktik, krejtësisht të përgjithësuar. Akt akuza është e kundërshtim me nenin 6, paragrafi 3 dhe Konvendës Evropiane për të drejtat e njeriut, e cila zbatohet drejt për drejt në Kosovë, siç e dim, si dhe me nenin 10, paragrafi 1 të KPRK-s, të cilat parashohin të 2 dokumentet se i pandehuri duhet se është normë imperative, se i pandehuri duhet të informohet në mënyrë të detajuar për natyrën dhe arsyen e akt akuzës, ndërsa këtu një informim të tillë i të pandehurit nuk ka qenë fare i mundur, sepse në akt akuzë nuk ekzistojnë asnjë detaj që lidhen me
të mbrojturin tim. Andaj, këtu kemi të bëjmë me një pyetje, se të pandehur për një mbrojtje efikase dhe efektive. Ajo është mundësuar kjo e drejtë në mënyrë të plot në një situatë kur nuk janë paraqitur arsyet konkrete të aktakuzës që lidhen personalisht me të, por përmendet vetëm grupa. Unë pohoj se kjo e drejtë për shkak të këtyre mangësive në aktakuz nuk i është mundësuar në mënyrë të plot. Çfarë mund të themi tjetër për këtë aktakuz? Nëse e shikojmë kallëzimin penal të paraqitur kundër të pandehur dhe e krahasojmë me aktakuzën, mund të vërejmë se bëhet fjalë për dy dokumente pothuajse identike. Në mënyrë të drejtë për drejtë, gjithçka që është shkruar në kallëzim penal, thjesht është bartur dhe përshkruar me disa modifikime dhe zgjerime dhe është vendosur në aktakuzë. Ky është në fund të fundit një kallëzim penal i zgjeruar i policisë. Aktakuzës nuk i është paraprir një hetim policor cilësor. Kjo nuk është e mirë, kjo është një improvizim dhe një qasje krejtësisht e gabuar e prokurorisë ndaj këtij rasti shumë serioz penal. Kurse tani dua të them diçka për kualifikimin juridik i veprave penale të cilat i vënë në barë të mbrojturit tim. Vepra e parë për të cilën akuzohet i mbrojturim është kryerja veprës penale terroriste nga neni 129, paragrafi 3, në lidhje me paragrafin 1 dhe në lidhje me pikat 1.1, 1.3, 1.5 dhe 1.7 të kodit penal të Republikës së Kosovë. Pra, 5 pika të këtij neni, 128. Derisa kualifikimi që lidhet me nenin 129 mund ta kuptoj, por ajo që është e shkruar që lidhet me nenin 128 është plotësisht e paqartë. Të nderuar gjyqtar, unë ju kisha lutur që të vëni re neni 128 i KPRK-s është normë blankete. Çka do të thotë? Ky nen nuk ka dispozitiv, nuk ka përshkrim ligjor të veprës penale dhe nuk ka sankcion. As nuk ka dënim të parapar. Kjo normë që në fakt është dhe përfaqëson vetëm shpjegim të termave në ligj dhe për kufizime që lidhen me veprat penale të terrorizmit. Këtë e thot edhe vetë neni 128 në paragrafin e parë, për kufizime për dispozitat e terrorizmit. Pra, këto janë për kufizime. Nuk është normë penalo-juridike me dispozitiv dhe sankcion, si që është neni 129. Andaj, për këtë arsye pohoj se neni 128 i KPRK-s nuk i ka takuar vendin në kualifikimin juridik të pikës 1 të aktakuzës. Çfarë kemi në kualifikimin juridik që lidhet me nenin 128? Së pari, prokuroria aty ka vendosur pikën 1.1 e cila i referohet vrasjes ose vrasjes së rëndë nga nenet 172, 173 të KPRK-s. Bëhet fjalë për vrasjen e rështerit Afrim Bunjaku. Megjithatë, të nderuar gjyqtar, vrasja në kuadër të veprës penale të terrorizmit është e parapar në 129, paragrafi 3, dhe ky nen e konsumon pikën 1.1 të nenit 128.
sepse në këtë formë si qëndron në akt akuz, Prokuroria Speciale të mbrojturit tim e akuzon 2 herë për të njëjtin fakt. Një herë për vrasjen sipas neni 172 dhe një herë tjetër për kualifikimin për terrorizëm sipas nenit 129. Kjo nuk është e mundur juridikisht, është pa kuptim, një absurditet juridik, mëtej. Në kuadër të këtij nenit 128 të KPRK-s, Prokuroria akuzon të mbrojturin tim edhe për pikën 1.3 për sulm me shkaktim të lëndimeve trupore. Edhe kjo është konsumuar nga neni 129. Nuk ka terrorizëm pa sulm dhe pa lëndime trupit. Mëtej, pika 1.5, e cila ka të bëjë me rastet kur në kuadër të një akti terrorist merren pengjet. Cilët pengje, zotri prokuror, unë nuk e di prej nga e keni këtë. Çfarë provash i keni paraqitur këtij gjykimi lidhur me marrjen e pengjeve? Prokurore ka pyetur dëshmitarin Goran Tanevski, a keni qenë peng atë natër në Rajnska Banja, dhe mbani mend përgjigjen, nuk kam qenë peng as unë dhe as kush tjetër në atë hotel. Mëtej, pika 1.7 nga neni 128, e cila lidhet me shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm dhe eksplozioneve. Edhe kjo është konsumuar përmes nenit 129, sepse nuk ka terrorizëm pa rrezik të përgjithshëm dhe nuk ka mundësi. Dhe në fund, 1.10, e cila lidhet me përdorimin e pa autorizuar të armëve. Natyrisht edhe kjo është e konsumuar nga neni 129, sepse nuk është e mundur të kryhet një akt terrorist pa përdorimin e armëve. Pra, siç mund të shohim, të nderuar gjyqtar, në pikën 1 të akt akuzës kemi një kualifikim juridik gabuar, kaotik, një referim plotësisht të pasakt të tirur në nenin 128 të KPRK-s, i cili në fakt ka të bëj vetëm me përkufizime të caktuara të veprimeve dhe është normë blankete dhe vështirë të kuptohet një kualifikim i tillë i veprës penale. Dhe për këtë arsye besoj që ky trup gjykues duhet ta korrigjoni plotësisht këtë kualifikim juridik, sepse atë që kemi në pikën 1 është në mënyrë absolut e gabuar dhe e papranueshme. Si qëndron puna në pikën 2 të akt akuzës? Këtu të pandehurit akuzohen për veprën penale nga neni 126, veprat e rënda kundër rendit kushtetues ose sigurisë së Republikës së Kosovës. Une ju kisha lutur të vëni re se në paragrafin e parë të këtij neni thuhet se kjo vepër penale i referohet ekskluzivisht kryerësve që kryejnë veprat nga nenit 113 deri në nenin 127. I mbrojturi nuk akuzohet për asnjë vepër penale nga nenit 113 deri në nenin 127. Ai akuzohet për veprën penale nga neni 129 të KPRK-s, kryerja e veprës terroriste. Kjo është pika e parë e kësaj aktakuze, ndërsa pika e dytë i referohet nenit 128, pra siç mund të shohim, neni 129 nuk përfshihet me nenin 126 dhe as nenin 128. Prandaj zbatimi i këtij në këtë formë, si është i mundur, ashtu siç pretendon prokuroria,
speciale dhe si që është e paraqitur në këtë akt akuz, në tërësi të nderuar gjyqtar, kualifikimi juridik i të dy pikave të akt akuzës është në rastin më të mirë problematik. Në fakt, për të qenë plotësisht i sakt, ai është konfuz, i pasakt dhe i gabuar. Dhe si që kam teksuar, ajo duhet të nënshtrohet një korrigjimi të detajuar nga ana e trupit gjykues. Si që dim, trupi gjykues nuk është i lidhur me kualifikimin juridik të veprës e cila është e paraqitur në akt akuz. Të themi diçka për diçka që është folur shumë në këtë gjykat dhe është shkruar në akt akuz. Në pikën 2 të akt akuzës, prokuroria ka paraqitur një pretendim shumë të guximshëm se këta 43 të pandehurit me datën 24 shtator 2023 kanë tentuar të shkëpusin pjesën veriore të teritorit të Republikës së Kosovës dhe ta bashkojnë atë me Republikën e Serbisë. Çfarë provash janë paraqitur në mbështetje të këtij pretendimi? Unë pohoj se nuk janë paraqitur asnjë provë relevante dhe se gjithçka që prokuroria ka paraqitur në këtë drejtim ka mbetur në nivelin e një supozimi dhe spekulimi të plot. Për të qenë plotësisht i saktë dhe i qartë, në faqen e 116 të akt akuzës, kemi një fotografi të hartës së pjesës së Kosovës dhe nën atë fotografi një mbishkrim, kisha lutur që të tregohet në grafoskop. Kjo është fotografuar nga akt akuza, ndoshta nuk është e qartë, por andaj në fund të kësaj fotografie, e kemi një mbishkrim e cila thot harta e veriut të Kosovës e gjetur në vendin e ngjarjes. Pjesa hiezuar dëshmon se të pandehurit kishin qenë për qëllim të marrin këtë hapësirë, që të pandehurit kishin pasur për qëllim që të merrin këtë hapësirë. Pra si që mund të lexohet në këtë mbishkrim, nuk përmendet shkëputja e teritorit të Kosovës, por vetëm shënohet qëllimi i zënjes së hapësirës. Të nderuar gjyqtar, është atë me të kuqe ku e kam shënjuar, e kemi liçenin e Gazivodës, i cili ndodhet në teritorin e komunës së Zubin Potokut, e cila gjendet në teritorin e Zubin Potokut. Zubin Potoku i përket teritorit të veriut të Kosovës, ashtu siç aty, kjo bie në kundërshtim me pretendimin e prokurorisë, se ka ekzistuar qëllimi dhe tentativa e shkëputjes së tërësishme të Kosovës. Pra kjo hartë nuk dëshmon asgjë në lidhje me tentativën për shkëputjen e teritorit të Kosovës. Siç pretendon prokuroria dhe vërtet është e paqartë se si mund të konsiderohet se kjo hartë si provë për një gjë të tillë. Andaj edhe një gjë, veriu i Kosovës, më falni, nuk po dëgjohet avokati. Është një padrejtësi
dhe andaj kjo hartë për të cilën pretendon prokuroria që është për shkëputjen e territorit, kjo nuk mund të pretendohet kështu. Kjo hartë si provë për një gjë të tillë. Të nderuarit qytetar, a ka mundësi që 43 persona, pavarësisht sa kanë qenë të armatosur, të vinë në Banjsk dhe nga i fshat të marrin fizikisht nën kontroll territorin e 4 komunave, Mitrovicën e Veriut, Zubin Potokun, Zeçanin dhe Leposaviqin, që nga i territor ata 43 persona të dëbojnë nga i territor të gjithë forcat e sigurisë që ndodhen aty dhe më pas atë territor fizikisht ta bashkojnë me Serbinë. A e dini për çfarë territori bëhet fjalë, të nderuar gjyqtar? Sipas të dhënave nga Wikipedia, komuna e Zveçanit ka një sipërfaqe prej 122.4 km². Komuna e Leposaviqit i ka 750 km². Komuna e Zubin Potokut i ka 335 km². Dhe komuna e Mitrovicës së Veriut ka territorin më të vogël rreth 12 km², që në total arrin të gjitha 1220 km. Pra, prokuroria pretendon se 43 persona kanë tentuar të marrin një territor kaq të madh në kontroll. Në çfarë konsiston të ky tentim, prokurori nuk ka dhënë shpjegime. Këtë, a kanë marrë në kontroll ndonjë ndërtesë komunale, apo ndonjë institucion të qeverisë së Kosovës, apo objektin e ministrisë? Ata nuk janë larguar nga Banjska, të nderuar gjyqtar. Kanë ardhur në Banjsk, kanë vendosur eksploziv, kanë qelluar mbi policin, pastaj janë tërhequr në manastir dhe prej aty janë larguar përmes rrugëve malore drejt Serbisë. Kjo shkruan në akt akuzën e prokurorisë speciale. Ku është këtu tentativa për marrjen nën kontroll dhe shkëputjen e një territori për 1220 km². Garantuesi territorit të Kosovës është NATO. Gjëgjësisht KFOR-i. Kemi mira ushtar të KFOR-it në Kosovë, detyra e të cilave është të mbrojnë territorin e Kosovës. Detyra e tyre është kjo. Kemi mira pjesëtar të policisë së rregullt të Kosovës, njësi speciale të policisë, si dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, FSK-n. Sipas prokurorisë, këta 43 persona kanë tentuar të imposhtin të gjitha këto forca dhe të shkëpusin territorin, ndërkohë që nuk janë zhvendosur as edhe 1 metër nga Banjska. Kjo ndoshta mund të ishte e mundur, por duhet të jem pak ironik, kjo do të ishte e mundur vetëm në ndonjë film të dobët dhe qesharak, por jo në realitet. Kjo gjë nuk është e mundur. Të nderuar gjyqtar, nuk ka pasur asnjë tentativë për shkëputje apo bashkim të territorit. Për të gjithë është e qartë kjo, dhe nuk është korrekte nga ana prokurorisë, as e drejtë të këmbëgul në akt akuzat të tilla. Besoj se ju nuk do ta pranoni këto akuzat të pambështetura dhe të paprovuara të akt akuzës. Këtu dëshiroj të ndalem shkurtimisht në një pyetje që shkruan në akt akuzë, ku edhe kanë dëshmuar disa dëshmitar, që kemi edhe që i kemi quar në gjatë shqyrtimit kryesor, që bëhet fjalë për një grup të mirë të organizuar, të mirë të trajnuar, të përgatitur në mënyrë të shkëlqyer, që kishin komand,
si një njësi ushtarake, dhe që kishin ndërmarrë një aksion ushtarak apo të ngjashme, kjo nuk është as pak kështu. Kjo ka qenë një grup shumë dobët i organizuar, totalisht i patrajnuar dhe i paft, i cili ka kryer një sulm ndaj policisë, pastaj është të tërhequr në manastir dhe prej aty kanë ikur në Serbi përmes malit. Andaj ata kanë lënë gjithçka në Banjska, antarët e plagosur, antarët e gjallë, armët, municionin, pajisjet, si dhe automjetet, kanë lënë madje edhe dokumentet e tyre personale. Kanë lënë fjalë për fjalë të gjitha me të cilat kanë ardhur. Kjo në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si një grup mirë i organizuar dhe i strukturuar, siç pretendon prokuroria. Vetë rezultati i veprimeve të tyre tregon të kundërtën. Të kthehem edhe një herë në kualifikimin juridik të veprës. Jam i bindur se këtu kemi të gjitha elementet e një vepre tjetër penale, e jo atyre që janë paraqitur në akt akuzë. Këtu bëhet fjalë për veprën penale, kryengritje armatosur nga neni 115 i KPRK-s, e cila për fat të keq ka shkaktuar vdekjen e policit Afrim Bunjaku. Këtu kemi të bëjmë me një grup që në mënyrë të armatosur ka tentuar të marrë nën kontroll fshatin Banjsk dhe me armë ka sulmuar policinë e Kosovës. Me këtë rast, ata kanë shfaqur kundërshtim përkatësisht kryengritje ndaj organit legjitim të pushtetit të Kosovës, do të thotë policisë së Kosovës. Nëse kanë pasur qëllime të tjera, cilat kanë qenë ato qëllime, këtë mund vetëm ta hamëndsojmë, të spekulojmë, nga një akt akuzë e tillë, këtë nuk mund ta dimë, sepse hetimi në këtë drejtim nuk ka siguruar asnjë provë. Harta që pam në ekran është gjithçka tjetër përveç një provë relevante. Sulmuesit nuk janë zhvendosur as edhe 1 metër nga Banjska. Madje nuk kanë qenë as të stacionuar në këtë fshat, por pjesën më të madhe të kohës e kanë kaluar në manastir që gjendet mbi Banjska dhe në rrethinën e tij. Për këtë arsye, pohoj se janë përmbushur të gjitha elementet ligjore të veprës penale që e përmende, kryengritja armatosur nga neni 115 KPRK-s dhe çdo gjë tjetër që përmendet në këtë akt akuzë, nuk është e pranueshme, rrëzimi i rendit kushtetues, shkëputja e territorit, bashkimi i territorit, nuk ka bazë në provat materiale dhe të tjera që kemi pasur rastin të shohim. Dhe unë besoj, të nderuar gjyqtar, se ju nuk do të ndiqni shembullin e prokurorisë speciale dhe se nuk do të bëni hamendësime dhe nuk do të improvizoni, ndërkohë që pikërisht një model të tillë i të përvuarit është përdorur nga prokuroria në këtë akt akuzë. Të nderuar gjyqtar, do të shtoja dhe diçka që e konsideroj si jo më pak të rëndësishme. Me datën 11 qershor të vitit të kaluar, më shumë se 10 muaj më parë, unë dhe në zyrën e pranimit të kësaj gjykate një parashtresë drejtuar trupi gjykues, me të cilën e kemi njoftuar trupin gjykues për qëllimin e familjarëve dhe miqve të pandehurve Spasojević dhe Tollić, që të kompensojmë dëmin të dëmtuarve, pasi që të gjithë të dëmtuarit paraprakisht kishin paraqitur kërkesën pasurore juridike.
Në atë parashtresi jemi mbështetur në nenin 161 të KPRK-s dhe i kemi propozuar trupi gjykues që të kërkojë nga të dëmtuarit dhe përfaqësuesit e tyre informata shtesë me rëndësi që janë për vendimmarrje lidhur me kërkesën pasurore juridike. Këtë propozim e kemi përsëritur edhe gojarisht, mendoj që ka qenë në shkurt të këtij viti. Megjithatë, gjykata nuk është shprehur për këtë çështje dhe nuk është kërkuar nga të dëmtuarit që të paraqesin informata dhe prova mbi bazën e të cilave mund të paguhet kompensimi dëmit jo material dhe eventualisht material. Pse kjo nuk ka ndodhur, neve nuk na është bërë të ditur, por dëshiroj të rikujtoj para se gjithash të gjithë të dëmtuarve se një kërkesë e tillë është paraqitur me kohë dhe se ka ekzistuar gatishmëria dhe vazhdon të ekzistojë, gatishmëria për kompensimin e dëmit, natyrisht në përputhje me praktikën përkatëse gjyqësore për këtë çështje, e jo të jetë paushall, siç ka thënë kolegu herën e kalume, me duke kërkuar një shumë, duke mos specifikuar detajet. Të nderuar gjyqtar, unë i afrohem fundit. I pandehuri im Blagoje Spasović ka qenë i gatshëm që në seancën e parë të këtij shqyrtimi para një viti më shumë të pranoj fajin. Dhe unë edhe ai kemi menduar dhe diskutuar në mënyrë detaje dhe në fund kemi vendosur që të mos deklarohet për fajsin. Duhet të shpjegoj pse ndodhi kjo. Po të kishte mbetur kjo akt akuz, po të ishte ndryshe kjo akt akuz, po të mbete vetëm me një pikë dhe të mos ishte shtuar dhe një pikë ku pretendohet derisa na kemi folën për shkëputje dhe bashkangjitje të territorit, ai do të kishte pranuar fajsin dhe ne do të kishmi përfunduar këtë shqyrtim gjyqësor para një viti. Por prokuroria speciale ta përsëris pa asnjë bazë e ka futur në akt akuzë dhe pikën e dytë dhe i mbrojturi im nuk ka mundur një gjë të tillë ta pranoj, sepse një tentim të tillë nuk ka mundur të jetë, as nuk ka ndonjë provë për të cilën pak më parë kam folur. Për këtë arsye kemi marrë së bashku vendimin që ai të mos të deklarohet për fajsin dhe unë do t'ju kisha lutur të nderuar gjyqtar ta keni parasysh dhe unë e konsideroj se kjo është në një rrethon jo më pak e parëndësishme. Veç edhe diçka të flas lidhur me unë nuk e kontestoj faktin se tek mbrojturi im ka qenë grimca të barutit që ardhë deri te përfundimi që ka gjuajtur prej armëve, andaj gjatë hetimit nuk është krye ekspertiza e armës së tij. Pse është e rëndësishme kjo? Ka qenë shumë e rëndësishme që të vërtetohet ekzaminimi i automatikut që është gjetur te ai dhe ekzaminimi i karikatorëve me municion të gjetur. Dhe nga kjo do të ishte vërtetuar se sa plumba ka gjuajtur. Kjo ka mundur të vërtetohet, por nuk është e njëjtë se a ka gjuajtur një plumb apo 20 apo 100 gjatë përleshjes në Banjska. Nuk është e njëjtë shkalla e përgjegjësisë penale. Ky fakt do të na ndihmonte shumë për të përcaktuar aktivitetin e tij gjatë ngjarjeve,
kontributin e tij në kryerjen e veprës dhe do të ishte një hap drejt individualizimit të fajësisë dhe konkretizimit të veprimeve të pandehurit. Fatkeqësisht, ne nuk e kemi këtë të dhënë, ndërkohë që nuk ka pasur asnjë pengesë që të kryhet gjatë hetimit të kryhet ky ekzaminim. Ai pretendon se ka shkrepur vetëm 2 plumba në atë drejtim që reflektorit pranë të cilit ndodhe mbi manastirin e Banjskës. E vetmja gjë që mund ta vërtetonte të kundërtën do të ishte ekzaminimi i armës dhe i karikatorëve me municion, por siç po e shohim kjo nuk është të bërë gjatë hetimit. A është Blagoje Spasojević një terrorist i rrezikshëm, i cili ka pasur për qëllim, siç paraqitet në këtë akt akuz, të rrëzojë rendin kushtetues të Kosovës dhe me forcë ta shkëputës një territor prej 1220 km2. Vështirë se mund të thuhet kështu, faktet flasin ndryshe. Ai është arrestuar në orën 14:55 mbi manastirin e Banjskës, kur përplasja me policin tashmë kishte përfanduar, është shumë e rëndësishme. Nuk është larguar me të tjerët, por sipas të gjitha gjasave ka mundur ta bëj, pasi nuk ka qenë i plagosur apo i lënduar. Në vend të aratisjes, ai ka rënë në gjumë dhe gjatë gjumit është edhe arrestuar. Tingëllon e pabesueshme, por është e vërtet, këtë e më së miri e ilustron këto 2 fotografi, të cilat kolegu im në grafoskop do t'i paraqes. Në vet akt akuzën qëndron që mos t'i komentoj fotografitë se po shihet, se ai në këtë moment ka qenë pranë rrugës, i cili ka qenë i kthyer anash duke fjetur. Ky fakt flet mjaftueshëm për atë se sa i rrezikshëm është një terrorist i tillë. Kjo është një fotografi tjetër. Drejtori regional i policisë Mitrovicës së Veriut, kur raporton që Blagoje Spasojević është arrestuar gjatë gjumit. Edhe një fakt interesant, në banesën ku i pandehuri Blagoje Spasojević ka jetuar me familjen e tij, në rrugën Rudarska Qeta, në Mitrovicën e Veriut, nuk është kryer asnjëherë kontroll, është kontrolluar vetëm shtëpia e prindërve të tij në rrugën Anke Spajić, ku ai nuk ka jetuar prej vitesh. Edhe kjo tregon se sa i rëndësishëm ka qenë ai si antar i grupit. Sikur të ishte ndonjë udhëheqës, organizator apo diçka e tillë, çdo centimetër i banesës së tij do të ishte kontrolluar në detaje, ndërsa këtu shohim se në një kontroll i tillë nuk është kryer fare dhe në fund të them diçka për sanksionin penal. Të nderuar gjyqtar, kemi dëgjuar propozime që janë drejtuar lidhur me dënimin me burgimin e përjetshëm. Duhet të theksoj me njëherë se përshtypja ime është se këto janë propozime të përgjithshme dhe arbitrare, të dhëna kryesisht për opinionin publik dhe për mediat. Propozimet të tilla anashkalojnë plotësisht ligjin dhe janë jashtë kornizës së drejtës penale. Në Kodin penal të Republikës së Kosovës ekziston një kapitull i posaçëm me titull caktimi i dënimit, ku përmes plot 11 neneve nga neni 69 deri në nenin 80 të këtij ligji përcaktohen rrethana që ndikojnë në lartësinë e dënimit dhe çfarë duhet
të merret në konsiderat. Minimumi dhe maksimumi i dënimit të parapar, rrethanat lehtësuese, rrethanat personale të kryerësit, sjellja e tij më përhershme, kontributi konkret i të pandehurit në kryerjen e veprës, sjellja e tij pas kryerjes së veprës dhe një varg rrethanash të tjera. Për këtë arsye, propozimet që i kemi dëgjuar për dënimin më të rënd nuk janë të pranueshme dhe janë tërësisht të përgjithshme sepse injorojnë këto norma ligjore të cilat që i përmenda tani. A ekzistojnë rrethana lehtësuese nga ana të mbrojturit tim? Të nderuar gjyqtar, unë pohoj se ekzistojnë. Pikë e para, deri në këtë rast nuk ka qenë asnjëherë i dënuar. Ligji e përcakton që duhet të vlerësohet kjo. Më tutje, sjellja e tij pas kryerjes së veprës, fakti që ne i kemi pa dhe fotografit që është arrestuar derisa ai flinte dhe kjo në vetvete flet shumë. Bëhet fjalë për një person të ri në moshë. Nuk është provuar të nderuar gjyqtar ndonjë kontribut i madh apo i rëndësishëm për kryerjen e veprës penale. Nuk ka qenë komandant, nuk ka qenë udhëheqës, nuk ka qenë organizator apo ndonjë antar i spikatur i grupit. Nuk ekzistojnë prova të tilla. Ka shprehur gatishmëri për kompensimin e dëmit ndaj viktimave. Edhe diçka është babai 2 fëmijëve të mitur. Këtë që e thash tani janë të gjitha rrethana lehtësuese në bazë të nenit 69.3, paragrafi 3, 3.5 dhe 3.7, dhe neni 70, paragrafi 3, pikave 3.4, 3.6, 3.8 të këtij ligji. Në prani të rrethanave lehtësuese nuk mund të flitet për dënimin më të rënd. Dënimi më i rënd në kuptim të nenit 41 të KPRK-s shqiptohet vetëm kur vepra është e kryer në rrethana veçanërisht rënduese dhe pa rrethana lehtësuese, ndërsa këtu kjo nuk është rasti. Të nderuar gjyqtar, jemi ka fundi. Besoj që i vlerësoni të gjitha ato që i kam paraqitur në këtë sot. Dhe tani në fund theksoj se aktakuza i ka të gjitha mangësit për të cilat kam folur si në aspektin e përshkrimit faktik, ashtu dhe në atë të veçantë në aspektin kualifikimit juridik. Ky kualifikim nuk është i qëndrueshëm. Këto 2 vepra për të cilat e akuzuari i mbrojturim nuk mund të mbeten në aktakuz në këtë mënyrë, si që pretendon prokuroria. Ritheksoj, neni 29 i KPRK-s përfshin përmban në vete të gjitha veprimet nga neni 128, të cilat janë përmendura në pikën 2 të aktakuzës. Nuk mund të akuzohet një i pandehur 2 herë për të njëjtat veprime. Për këtë arsye besoj se do ta korrigjoni kualifikimin juridik të veprave penale dhe ju ftoj ta bëni këtë. Nuk do të gaboni të nderuar gjyqtar. Dhe një herë dhe këtu bëhet fjalë për veprën penale, kryengritje armatosur nga neni 115 KPRK-s dhe në fund të nderuar gjyqtar, mos lejoni që i mbrojturim Blagoje Spasojević për ta shprehur në mënyrë figurative të paguaj çmimin, të paguaj barrën për të gjithë të pandehurit e tjerë që ndodhen në liri. Mos ta dënojmë të rëgrupin mbi shpinën e tij. Propozimet e kolegëve që i dëgjuam në fillim të shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare shkojnë në atë drejtim. Këta 3 janë kapur
dhe ata do ta paguajnë për të gjithë të tjerët. Një veprim i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin. Nuk do të ishte drejt, kjo do të ishte si një hakmarrje, por hakmarrja nuk është qëllimi i ligjit dhe nuk do të ishte drejt dhe nuk do të kishte drejtësi për të mbrojturin tim dhe jam i sigurt që nuk do të ishte as drejtësi për familjen e Afrim Bunjakut e për mos mi përmend të dëmtuarit e tjerë. Unë ju falenderoj shumë. I pandejuri, Hakime shtu diçka për veç asajna që thanë në fjallën përëntare i mbrojturi juj. Falem mbrojtësi ju. Poštovani predsjedniče sude, I nderuar kryetarit gjykatës dhe kryetarit trupit gjykues, antar të nderuar, unë deri më tani nuk jam deklaruar dhe tani në këtë fjalë përfundimtare do të mund të thoja disa gjëra. Si pikë e parë, pajtohem plotësisht me deklaratët e avokatit tim dhe me këtë shqyrtim. Dhe nuk do t'i përsërisja disa gjëra që i ka thënë ai. Unë këtë gjë, si që tha avokati, shumë herë ka menduar që ta pranoj fajsin. Dhe po të ishte reale kjo akt akuze prokurisë speciale, unë këtë gjë do ta bëja. Unë jam fajtor për atë ditë pse kam qenë në fshatin Banjsk. Dhe ky është gabimi im më i madh në jetë. Jam fajtor për këtë gjë, por i nderuar gjyqtar, unë për vete nuk mund të them. Unë për vete nuk mund të them se jam terrorist, për arsye se askënd nuk e kam vrarë, askënd nuk e kam lënduar. I vetmi plumb, as një plumb të vetëm unë nuk e kam shkrepur ndaj pjesëtarëve të policisë dhe ndaj askujt tjetër. Nëse është ekzaminuar, domethënë pushka ime e cila është gjetur tek unë, ka mund të vërtetohet se nga ajo pushkë janë shkrepur 2 plumba. Që të dyjat në reflektorin i cili ka qenë pranë manastirit, i cili e ka ndriçuar atë zonë në të cilën kam qenë unë në atë moment. Unë më së shumti do të dëshiroja, nderuar gjyqtar, nëse do të mund t'jo prezantoja për 5 minuta jetën time se kush jam dhe çfarë jam. Në jetën time, deri në këtë situatë, nuk jam marrë kur asnjëherë me veprime të cilat janë të kundërligjshme. Dikur kam punuar edhe nga 2-3 punë njëkohësisht për 150-200 euro në muaj. Mirë po, asnjëherë nuk kam bërë asgjë asnjëherë nuk kam bërë asgjë që është e kundërligjshme. Shumë pas arrestimit, kam menduar për atë ditë dhe gjithçka çka ka ndodhur atë ditë, dhe kam kuptuar se për një pjesë të ditës nuk kujtohem, domethënë nuk më kujtohet. Sepse unë me të vërtetë, domethënë më ka zënë gjumi dhe ashtu jam arrestuar. Gjë që mund të shihet edhe në fotografi. Çka do qoftë të tjerë të mendojnë, me të vërtetë më vjen keq, domethënë për vrasjen apo për humbjen e policit Afrim Bunjaku. Më vjen keq për të gjithë të humburit dhe të gjithë të lënduarit në atë ditë. Dhe më vjen keq që unë kam qenë pjesëmarrës në atë ngjarje.
Dhe për fund, do doja të thoja edhe një gjë, sepse këtë e ndjej edhe si njeri, edhe për këtu të pranishmin Dušan Maksimović, se me të vërtet mendoj se nuk ka kurfar lidhje me këtë ngjarje e cila ka ndodhur atë ditë në Banjsk. Faleminderit dhe faleminderit që më ndëgjuat. Avokat? Se e mbështes falen përfundimtare të kolegut Ljubomir Pantović në çdo pikë nga çdo këndvështrim. Të nderuar gjyqtar, kjo lëndë, sipas numrit të pandehurve dhe sipas peshës së akuzës, si dhe sipas pasojave tragjike, si dhe sipas vëmendjes së publikut dhe mediave, paraqet një nga procedurat më të rënda penale me të cilat është ballavaçuar drejtësia e Kosovës pas luftës në Kosovë. Deri më sot. Prandaj përgjegjësia është dhe obligimi para se gjithë është i juaj, është që të sjellni vendim në përputhje me ligjin. Mos të shënojmë procedural për atë arsye. Da, ima sve. Ja sam... Po, i kam dorëzuar në shkrimore. Prandaj po them se është obligimi të gjithëve. Po, sidomos ju, si trup gjykues, që të sjellni një vendim ligjor, pra vendim në bazë të provave të administruara në shërtimin kryesor. Kjo është e vetmja mas e një gjykimi të drejtë dhe e vetmja mas e përgjegjësisë penale. Tash shohim të nderuar gjyqtar se kush është Vladimir Tolić. Vladimir Tolić është nga Zveçani, e ka kaluar fëmijërinë në Zveçan, rininë në Zveçan, i lindur me 1986, në Zveçan është martuar me bashkëshorten Elenën dhe me të kanë fituar 2 fëmijë. Të nderuar gjyqtar, ky njeri kur nuk është gjykuar, as dënuar, kundër ti nuk janë zhvilluar hetime për çfarë do vepre penale, ky njeri është marrë me një hobi, ka trajnuar fëmijë që të luajnë, domethënë folklor, domethënë kjo është vallëzim popullor. I ka dërguar në gara, ka marrë pjesë, domethënë si mysafir në emisionet të televizive dhe e ka zhvilluar domethënë një jetë normale për një vend të vogël si Zveçani dhe Kosova. Me të drejtë pyetni edhe ju, edhe publiku, se nga atëherë një njeri i tillë, i armatosur dhe me uniformë, në fshatin Banjsk, me 24 shtator 2023. Që ta vërtetojmë këtë, të nderuar gjyqtar, ne duhet ta kuptojmë edhe kontekstin politik të kësaj ngjarje. Ky kontekst nuk është bazë për vërtetimin e fajsisë, por mund të na sqaroj në një masë të madhe gjendjen faktike dhe si ka ardhur deri tek ajo që të vi deri tek konflikti armatosur ndërmjet rinisë së Zveçanit dhe Mitrovicës dhe policisë së Kosovës.
që të vërtetojmë komplet, domethënë gjendjen faktike, e përsëris duhet të kthehemi edhe kontekstit politik të kësaj ngjarje. Të nderuar gjyqtar, kriza në veriun e Kosovës ka pasur qysh nga përfundimi i luftës. Siç e dini ju edhe i tërë publiku, në veri të Kosovës kanë ekzistuar dhe funksionuar institucionet e Republikës së Serbisë. Kanë ekzistuar të gjitha institucionet të cilat kanë qenë të domosdoshme për një jetë të përditshme të qytetarëve. Siç është gjykata, siç është domethënë qendër për punë sociale, fondi pensional, domethënë shërbimi kombëtar për punësim, qendra kulturore e kështu me radhë. Me ardhin e Albin Kurtit në pushtet, kemi ardhur deri tek situata që ai me politikën e tij ka dëshiruar që ta zbatoj që këto institucione të Republikës së Serbisë që ti domethënë anuloj. Si pikë e parë, si një top i vogël domethënë në një mal, në majët malit, ka filluar domethënë me tabelet e regjistrimit, kriza rreth tabeleve të regjistrimit në një mënyrë ka sjellur deri te ky konflikti armatosur në Banjsk. Pse e them këtë? Në veri të Kosovës, qytetarët kanë mundur që të vozisin me tabelet të regjistrimit me të cilat i ka lëshuar policia e Mitrovicës së Veriut, domethënë në kuadër të Republikës së Serbisë. Domethënë politika e qeverisë në Prishtinë ka qenë që kjo të ndalohet, gjë që ka shkaktuar domethënë hapat në vijim të komunitetit serb në veri të Kosovës. Sipas meje, ky potez i parë i gabuar i politikës së Serbisë në veri ka qenë domethënë lëshimi i policisë së Kosovës nga ana e policëve të Kosovës, domethënë të pjesëtarëve të nacionalitetit serb. E pse? Sepse nuk kanë dashur të zbatojnë politikën e qeverisë në Prishtinë, që të dënojnë qytetarët të cilat drejton apo vozisin veturat me tabelet të regjistrimit KM. Me këtë potez vazhdon një potez tjetër, e ky është pra lëshimi apo braktisja e gjyqtarëve serb dhe prokurorëve serb. Ata, domethënë pas policisë, ata kanë lëshuar gjykatën themelore në Mitrovic dhe prokurorinë themelore në Mitrovic. Dhe në këtë mënyrë, këtë krizë e kanë theduar dhe në një farforme kanë sjellur deri te kjo që ka ndodhur pranë komunës së Zvečanit dhe ngjarjes në Banjsk. Pse e them këtë? Edhe përveç asaj se ka qenë gjendja politike tensionuar ndërmjet domethënë përfaqësuesve të serbëve në Kosovë dhe qeverisë në Prishtinë dhe qeverisë në Beograd, këtë krizë në një farforme e kanë thedhuar edhe mediat e caktuara të Kosovës nga Prishtina. E këto lajme i kanë transmetuar edhe mediat serbe në veri të Kosovës, dhe një nga ta është, të nderuar gjyqtar, edhe kjo që shihet në ekran, që në listën për arrestime gjenden 600 serbë. Këto fleta apo këto lista kanë qarkulluar në internet, në portalet të ndryshme, dhe rinia në veri të Kosovës Zvečan, Mitrovica e Leposavić janë friguar për fatin e tyre
nëse besin të jetojnë në territorin e Kosovës. Arestime ka pasur pothuajse çdo ditë. Reagimi i komunitetit serb në veri të Kosovës ka qenë si pikë e parë rezistencë jo e dhunshme. Janë vendosur barikada, më duket në muajin dhjetor 2022, me këto barikada në tërsi është ndaluar domethënë rruga që qarkullimi në rrugën e verit Kosovës dhe në një farë forme është rrezikuar sovraniteti i Kosovës në territorin e veriut të Kosovës. Presioni politik i vendeve perëndimore ka qenë i jashtëzakonshëm që këto barikada të largohen, gjë që edhe është bërë. Mirëpo për shkak të faktit se bashkësia serbe, përkatësisht domethënë përfaqësuesit e politik serb, kanë vendosur që ta lëshojnë domethënë vetë qeverisjen lokale në veri të Kosovës, ku domethënë në veri të Kosovës janë mbajtur zgjedhjet dhe përveç asaj që 4 komuna në veri të Kosovës e përbën 90% të popullatës me nacionalitet serb, qeveria në Prishtinë ka insistuar që të vendosen si kryetar komunash shqiptar të cilat kanë fituar në zgjedhje, duke marrë parasysh se zgjedhjet e njëjta serbët i kanë bojkotuar. Kjo ka sjellur deri tek konflikti i parë i armatosur ndërmjet rinisë Zvečanit, Leposaviqit, Mitrovicës me policinë e Kosovës dhe me trupat e KFOR-it. Të gjithë i dim pasojat tragjike të këtij konflikti. Pjesëtar të caktuar të KFOR-it me duket hungarez i kanë humbur ekstremitetet e poshtme, janë lënduar pjesëtar të policisë së Kosovës, janë lënduar edhe qytetarë të cilët kanë protestuar. Rezultati i kësaj ngjarje ka qenë se më shumë se 10 serb, të cilët janë momentalisht në Burgje, në Gjilan dhe në Podujev, pra për shkak të ngjarjeve para komunës së Zvečanit. Çka kanë sjellur këto kriza, këto konflikte? Të them se në çfarë forme kanë vepruar ndaj rinisë së Zvečanit dhe Mitrovicës së Veriut. Kanë sjellur deri tek ajo që të marrin armët dhe të kryen veprën penale në fshatin Banjsk, por jo veprat penale për të cilat i akuzon prokuroria speciale, por veprat penale të cilat i ka përmendur edhe kolegu im, pra kryen ngritje të armatosura nga 115 i KPRK-s. Të nderuar gjyqtar, lënda e këtij gjykimi, pra objekti i këtij gjykimi nuk është situata politike, objekti i këtij gjykimi duhet të jetë ekskluzivisht veprimet konkrete të këtyre 3 personave të akuzuar të cilët sot gjenden në gjykatore. A kemi ardhur drejt të këto veprime në bazë të akta akuzës të prokurisë speciale dhe në bazë të provave të administruara? Jam i sigurt se nuk kemi ardhur. Pse po e them? Akta akuza e prokurisë speciale e përshkruan ngjarjen dhe grupin, thekson se udhëheqësi i grupit ka qenë Milan Radojčić, se pjesëtarët e grupit janë theksuar në dispozitivin e parë në mesin e të cilëve është edhe Vladimir Tolić, dhe se qëllimi i tyre ka qenë destabilizimi serioz
dhe shkatrimi i strukturave ekonomike, juridike dhe shoqërore dhe kushtetuese të Republikës së Kosovës. Pika e dytë e akta akuzës ka të bëjë me atë se kinse këta pjesëtar parasumnit janë përgatitur mirë dhe kanë bërë një plan të mirë të organizuar, të cilin plan e njeh vetëm prokuroria, duke shfrytzuar armatim të rënd, ku janë përpjekur kinse ta shkapusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës. Të nderuar gjyqtarë, dhe kjo në këtë fshat në veri të Kosovës, ku atëherë nuk ka ekzistuar asnjë institucion i Republikës së Kosovës dhe as posta. Këto janë domethënë pretendimet e prokurorisë, mirë po në procedurën penale pretendimi nuk është provë. As pesha e pretendimit nuk është provë, as numri i të akuzuarve nuk është provë. Provë është ajo që është administruar, pra sipas kodit të procedurës penale, në shurtimin kryesor. Ne duhet të thirremi në nenin 3 të kodit të procedurës penale, i cili përshkruar në paragrafin 1, prezumimin e pakajsisë, dhe në paragrafin 2, që në rast të dyshimit të fakteve dhe zbatimit të kodit penal, duhet të vendoset në favor të pandeurit. Në këtë lend, domethënë në këtë çështje, nuk gjykohet ngjarje, tu duhet të gjykohet Vladimir Tolić, edhe pse nuk ekzistojnë prova që individualizojnë veprimin e tij, atëherë nuk mund të ketë as dënim për këtë vepër të rënd penale. Sepse, të nderuar gjyqtar, nga akta akuza ne nuk e dim se a ka qenë ai udhëheqës, a ka qenë urdhërdhënës, a ka qenë ekzekutues i vrasjeve, a ka kidnapuar njerëz, a ka gjuajtur nga arma e zjarrit, a ka qenë ndihmës, apo nxitës i kësaj vepre penale. Vetëm 2 fakte i përdor prokuroria speciale kur kërkon dënimin me burgim të përjetshëm për Vladimir Tolićin. Fakti i parë është se ka qenë i plagosur dhe fakti i dytë se ka qenë me uniformë. Sa i përket pikës së parë të akta akuzës, e cila ka të bëjë me kryerjen e rënd të veprës penale të terrorizmit, me të cilin parashihet domethënë burgi i përjetshëm, konsideroj se pika e parë nuk është e provuar absolutisht, domethënë në raport me Vladimir Tolićin. Nëse gjykata e sjell aktgjykimin dënues, në bazë të kësaj që i është përshkruar një grupi, atëherë terrorizmi çon në kualifikim politik. Nuk ka prova rreth qëllimit të posaçëm të Vladimir Tolićit, pra rreth dashjes së posaçme të Vladimir Tolićit që ta kryej këtë vepër penale. E çka është, domethënë, dashja e posaçme apo qëllimi i posaçëm? Qëllimi i posaçëm nënkupton 2 gjëra. Gjëja e parë është fiksimi i banorëve dhe e dyta është domethënë ndikimi në organe shtetërore që të marrin ndonjë vendim. Nuk ka prova se Vladimir Tolić ka marrë pjesë në këto veprime, se ekziston domethënë ky qëllim i posaçëm tek ai, dhe nga
dhe nga kjo që është administruar në procedurën penale, nuk ekziston ky qëllim as ndaj personave tjerë. Në rastin konkret, nuk janë përmbushur as elemente subjektive dhe objektive të kësaj vepre penale, duke marrë parasysh se ky konflikt i armatosur ka ndodhur në zonën e fshatit Banjsk, të cilin e përsëris në atë moment nuk ka pasur apo nuk ka funksionuar asnjë institucion shtetëror i Republikës së Kosovës në atë fshat. Andaj nuk mund të thuhet për veprime në drejtim të organeve shtetërore, përkatësisht rreth veprimeve për frikësim ndaj, domethënë, banorëve lokal. Sepse nuk ka asnjë provë se dhunat të cilën e kanë zbatuar pa kontestueshëm, domethënë këta pjesëtarë të kësaj grupe që ka qenë e drejtuar ndaj banorëve. Nga procedura e provave shihet se konflikti ka ndodhur ndërmjet grupeve, domethënë ndërmjet këtij grupi dhe policisë së Kosovës. Të nderuar gjyqtar, tek te pika e dytë e këtij akuzës nuk ka asnjë provë e cila është administruar në shërtimin kryesor, e cila drejton në dyshimin ndaj Vladimir Toliçit. Lere më që edhe për të dyshimit të bazuar mirë që të gjykohet apo për këtë vepër të rënd penale për të cilën ngarkon prokuroria speciale. E përsëris, ne deri në ditën e sotut nuk e dim se cili ka qenë roli i Vladimir Toliçit. Sidomos për pikën 2 të akuzës. E vetmja provë materiale të cilën e posedon prokuroria speciale, të cilën e ka shfaqur kolegu im, gjendet në faqen 116 të akuzës. Ajo është harta e gjetur në vend ngjarje. Kolegu e ka shpjeguar se për çka bëhet fjalë, domethënë kjo pjesë veriore, unë vetëm do të shtoj një ilustrim timin në bazë të kësaj harte, ashtu që të jetë më e qartë edhe për trupin gjykues, edhe për publikun, se çka ka të bëjë, domethënë, kjo pjesë veriore. Të nderuar gjyqtar, kjo pjesë e hijezuar, domethënë, e pjesës veriore në hartë ka të bëjë, domethënë, me zonën e gjerë të fshatit Banjsk, që e përfshin, domethënë, pjesën të komunës së Zveçanit dhe Zubin Potokut. Kjo pjesë e hijezuar paraqet më pak se 10% të territorit të veriut të Kosovës, të cilën e thekson, domethënë, akt akuza, domethënë komunat Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovica e Veriut. Pra, të nderuar gjyqtar, kjo është provë materiale kryesore e prokurorisë speciale që pjesëtarët e kësaj grupe kinse kanë pasur për qëllim që ta shkëpusin pjesën veriore të Republikës së Kosovës. Ky dyshim, pra prokuroria këtë dyshim e mbështet edhe në bazë të deklaratave të dëshmitarëve të mbrojtur. Dyshimin për këtë pikë të akuzës, prokuroria e prodhon edhe në bazë të deklaratës së prokurorit të dëshmitarit të mbrojtur se kjo kinse ka qenë qëllimi i pjesëmarrësve të ngjarjes në Banjsk. Mirë po,
këta dëshmitar të mbrojtur nuk kanë deklaruar se kanë marrë pjesë në atë ngjarje, se në atë marrëveshje kanë qenë pranishëm edhe të pandehurit, të cilët janë pranishëm në gjykatë, dhe një deklaratë e tillë nuk ka kurrë vlerë provuese për këtë pikë të akuzës. Kjo nuk është asgjë tjetër përveç se një përfundim subjektiv i këtyre dëshmitarëve anonim. Të nderuar gjyqtar, unë që të vërtetohet gjendja faktike në këtë pikë të akuzës, kam propozuar edhe rikonstruimin e vendit të ngjarjes në rrethonat objektive të mundshme, domethënë të kësaj grupe prej 40 personave që nga zona e fshatit Banjsk, që ti marrin apo ti zaptojnë domethënë 4 komune në veri të Kosovës me sipërfaqe, ashtu siç domethënë me sipërfaqe të cilin e ka cekur kolegu im në fjalën përfundimtare. Të nderuar gjyqtar, në shqyrtimin kryesor janë administruar edhe provat e ndëgjimit të dëshmitarëve nga ana e prokurorisë. Asnjë dëshmitar nuk e ka identifikuar Vladimir Toliçin si kryerës apo pjesëmarrës në ngjarjen e Banjsk. Pra, do të kalojmë në provat konkrete, të cilat prokuroria speciale i përdor. Qenë së është e ndomë. A dërshijeme në orën 13:15. Veç mos zvonome që të fillojmë kohë. Ja ne višu braćicu. Ja ne višu braćicu. Ti? Ti sa... Bojana mi sa... Ja sam se vedej. Vičko, dobro si.